Nuk e di ma të vitit kaluar. Po zgjedhjet marruan një pol zgjedhje. Tashmë ne kemi bërë praktikë që shkojmë nga një pol zgjedhje në tjetër. Nuk jemi të sigurt që mund të mos përsëriten zgjedhjet e reja. Do të thotë mund të ketë blokadë, mund të ketë paralizme temën e presidentit sepse ende nuk ka asgjë të qartë se si çfarë drejtimi po shkon në procesi, do thotë a do të rrinë subjektet opozitare, ta votojnë një kandidat vetëm që ua imponon fituesi i zgjedhjeve konkretisht Albin Kurti, apo do të ketë konsensus. Kjo është ende nuk është e qartë në këtë drejtim dhe koha është shumë e shkurtër për të arritur ndonjë marrëveshje politike, siç po kërkojnë informacionet opozitare, por të njëjtën kohë edhe kryeministri i detyrë Albin Kurti po thotë që është i interesuar që të ketë bashkëpunim me opozitën, por duke lënë të hapur mundësinë se tashmë opozita do ta shohim si do të sillet në raport me fituesin e zgjedhjeve. Pra, është kjo gjuhë në njërin anë shpreh vullnetin dhe gatishmërinë e tij për kompromis, por në anën tjetër duke krijuar një lloj klime për t'u lënë barrën e fajt subjekteve opozitare në rast të dështimit për të mos gjetur një emër konsensual sa i përket temës së presidentit. Dhe nëse nuk gjendet kjo zgjidhje politike, atëherë nuk përjashtohen përsëri zgjedhjet e reja parlamentare 45 ditë pas 5 marsit, me sa di unë që është afati final deri në 12 natës. Pra, edhe me 4 mars do të kështu që është mirë që kjo kartë elektorale është mirë, besoj që po mirë kuptohem me këtë që po tham, jo që unë e përkraj këtë pikpamje, por është mirë në favor të pushtetit që kjo kartë elektorale të ekzistojë në tavolinën e saj për zgjedhje eventuale të jashtëzakonshme, edhe përpjekja e fundit maksimale që u bë për ta mos lejuar listën serbe. Kështu çfarë është me këta deputet të cilët i kanë fituar zgjedhjet që të jetë pjesë e kuvendit të Kosovës. Por unë po e marr këtë votim në KQZ pa listën serbe, certifikimin e rezultatit pa listën serbe. Është një indikator që vendi mund të shkojë drejt zgjedhjeve, që secili të bëhet gati për ta mirë mbajtur fjalorin heroik para qytetarëve. Nëse shohim historikisht, nëse shohim historinë e jetës, nëse shohim historinë e fundit të veprimeve parlamentare, do thotë mobilizimi më i madh, retorika më e madhe, do thotë fokusimi më i madh, veçanërisht televizjes vendosje në raport me këtë temë ka qenë ekskluzivisht kur është ndjer adrenalina elektorale, do thotë nëse për 4 vite nuk kemi pasur për shembull një fushat kaq të theksuar kundër listës serbe se sa gjatë vitit e kaluar, dhe madje mungesë kuvendit, unë pa të thënë që mungesë të kuvendit vitin e kaluar, teatri kryesor politik ishte zhvilluar në KQZ ndërmjet përfaqësuesve të lëvizjes vetëvendosje ekskluzivisht kundër listës serbe dhe duke i sfiduar subjektet opozitare që a janë me shtetin e Kosovës apo janë me listën serbe. Kjo pak a shumë ishte dilema me cilën kishte arritur në sajt këtij kurthi e shantazhit taktik lëvizja vetëvendosje vendoste subjekte tjera parlamentare. Unë nuk jam i sigurt tash a mund të shkohet, a do të shkohet në zgjedhje, a do të gjendet një zgjedhje politike. Një në tavolinë po mbetet edhe kjo kartë elektorale që eventualisht do thotë është kjo vetëm njëra prej tyre, njëri më vesh, sepse nëse e përcjellim prapë tham gjuhën e kryeministrit Kurti ka të bëjë edhe me përpjekjen e tij, do ta shohim se si opozita çfarë çasti do të ketë ndaj neve, mbetet edhe karta tjetër që nëse eventualisht nuk gjendet ndonjë solucion apo ndonjë kompromis politik për temën e presidentit, barra e fajt i mbetet përsëri opozitës dhe në anën tjetër po ashtu betejë finale kundër listës serbe. Pra janë këto dy tema kryesore që kanë rënë në sy, do thotë janë vretur në opinionin publik gjatë kësaj kohe.